grupin, cili është arsyeja? Nuk është refuzim i dialogut, ka të bëjë me refuzimin e ftesës, sepse ju kemi përgjegjë ftesën e parë. Nuk ka nevojë të ketë takim politik për procedura, siç po thotë zoti Kurti. Nëse është procedurale, atëherë duhet me trajtu si procedurale. Nuk shkon takim për të drejtën e fituar. Dhe natyrisht këtu po mungon një marrëveshje politike që partia e parë duhet me realizoj. Për kuvend, edhe për qeveri, apo si do që e kam planin. Me pasjende dhe kanë këtë pozitë, ne para 5 javë e këshmi mbyllë edhe kuvendin edhe qeverinë edhe çështën e presidentit e këshmi zbarë. Si duhet marrëveshje politike pa takime? S'ka vullnet, nuk është që s'ka takime. Nuk ka vullnet politik për me zgjidhë problemin. Me ba takime vetëm sa për të taku, edhe mu taku në parimin më morë vesh për mos më morë vesh, LDK nuk funksionon. Ne shkojmë takim vetëm kur do të me kry punë, sa e përket angazhimit politik, ne kemi përgjegjë letrën e parë. Letra e dytë, konsultime për konsultim të kuvendit, për çështje procedurale. Procedurat i ka zoti Dehari, si ma plaku i këtij kuvendi, edhe zonja Jashari si marrja këtij kuvendit, munges ti. Ata e kanë të drejtën procedurale dhe ceremoniale të këtij kuvendit. Por nuk lejuan që me procedurë dhe me ceremoni me ecë kuvendi, atëherë kryetarja e kuvendit këtë rast zgjedhet vetëm me votë dhe ajo do të ketë një marrëveshje politike. Faleminderit. Zoti Fatëmpeci ju quhet si shoqëri aksionare dhe që nuk e bënin mirë në vendet pasi që keni mentalitet bllokues, por nga një parti e cila si ai ku kanë qenë nuk ka qenë institucionaliste, tash po i bllokon institucionin. Si komentoni këtë deklaratë? Po njerëz që dalin prej LDK-s nuk i morin vlerat me vete, s'po do të më marr kujtimet e mira me vete. LDK-ja asnjëherë nuk ka bë bari të rrishnave në vend të zavendësimeve tjera dhe nuk ka fliç politika me situata të tilla, kështu që kisha lutur me qenë shumë të kujdesshëm. Këtë raport, LDK-ja është institucion politik ku shumë njerëz janë rrit, janë edukuar, janë pjekë politikisht, por ka dhe shumë tillë që e kanë konzumuar LDK-n, e kanë shfrytzuar LDK-n, jo si trampolin politike, po e kanë ngryr politikisht LDK-n për motive politike. Nëse u ecë kështu, le të ecë, nuk është problemi yni, nuk ka problemi LDK-s. Ata ka gjetë vend më të ngrohtë me punu politikisht, por vlera nuk kanë marrë interesa politike. Zoti nëse sot gjallet vota do të votoni për kryetarin e kuvendit. Nëse mbindin që kanë mirë e kanë drejtë që kam thonë, unë jam i gatshëm, vetëm duhet me mbind që me i besu propozimit edhe arsyet pse duhet me votu. Deri këtu nuk kanë arrit me bind kërkend, as të partitë politike as ne. Faleminderit shumë.